Një nga projektet më ambicioze të infrastrukturës në rajon, hekurudha që do të lidh Durrësin me Prishtinën, është një hap më afër realizimit. Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar përfundimin e studimit të fizibilitetit dhe projekti DES për këtë linjë hekurudhore strategjike, e cila pritet të kushtojë rreth 750 milion euro. Ky zhvillim i rëndësishëm u prezantua për të dyja palët, Shqipërinë dhe Kosovën, duke i hapur rrugë sigurimit të financimit të nevojshëm për projektin. Një projekt me rëndësi të madhe strategjike, linja hekurudhore Durrës-Prishtinë nuk është thjesht një projekt transporti, por një investim strategjik që pritet të sjellë përfitime të shumta ekonomike, tregtare dhe ushtarake për të dyja vendet. Hekurudha do të shërbejë si një korridor i rëndësishëm për transportin e mallrave dhe qytetarëve midis Shqipërisë dhe Kosovës, duke lehtësuar lëvizjen dhe duke krijuar mundësi të reja për zhvillim ekonomik. Gjithashtu, projekti do të ketë një rëndësi të veçantë për qëllime ushtarake dhe sigurinë kombëtare, duke qenë se Shqipëria është vend antar i NATO-s. Infrastruktura e re mund të shërbejë për përmirësimin e kapaciteteve logjistike në rast të situatave emergjente. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në kontekstin e rritjes së bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe aleatëve të tyre strategjik. Traseja e planifikuar. Sipas studimit të fizibilitetit, hekurudha do të ndjekë një trase që kalon nëpër disa nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë dhe Kosovës. Linja do të nisë nga Durrësi, një nga portet më të mëdha të rajonit, duke vazhduar përmes Milotit, Mjedës dhe Shkodrës. Më pas do të kalojë në territorin e Kosovës përmes Gjakovës për të mbërritur në Prishtinë. Një pjesë e kësaj traseje do të përkojë me hekurudhën Vor-Hani-Hotit, një tjetër projekt i rëndësishëm infrastrukturor në Shqipëri. Ky integrim i linjave hekurudhore pritet të forcojë lidhjet mes Shqipërisë, Kosovës dhe më gjerë me rrjetin evropian të transportit, përfitimet ekonomike dhe shoqërore. Hekurudha Durrës-Prishtinë do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të rajonit. Transporti hekurudhor është një nga mënyrat më të lira dhe më miqësore me mjedisin për të lëvizur mallra dhe njerëz. Kjo do të reduktojë kostot e transportit për bizneset dhe do të krijojë mundësi të reja për tregtinë mes dy vendeve. Po ashtu, hekurudha do të ketë një ndikim pozitiv edhe në sektorin e turizmit. Lidhja më e shpejtë dhe më e lehtë mes dy vendeve pritet të rrisë fluksin e turistëve, duke i dhënë një shtys të re zhvillimit të këtij sektori. Financimi dhe sfida. Megjithëse studimi i fizibilitetit është përfunduar, mbetet ende sfida e sigurimit të financimit për ndërtimin e hekurudhës. Kostoja e parashikuar prej 750 milion eurosh është një investim i madh dhe qeveritë të dyja vendeve po shqyrtojnë mundësitë për të tërhequr fonde nga Bashkimi Evropian, institucionet financiare ndërkombëtare dhe investitorë privat. Nëse sigurohet financimi i nevojshëm, ndërtimi i hekurudhës pritet të zgjasë disa vite, por përfitimet afatgjata do të jenë të mëdha për ekonominë dhe shoqërinë e të dy vendeve. Si përfundim, realizimi i hekurudhës Kuqezi do të jetë një moment historik për Shqipërinë dhe Kosovën, duke përforcuar lidhjet ekonomike, strategjike dhe kulturore mes dy vendeve. Ky projekt, përveç se do të lehtësojë transportin dhe tregtinë, do të krijojë mundësi të reja zhvillimi dhe do të rrisë sigurinë rajonale. Me përfundimin e fazës së studimit, tashmë fokusi është në sigurimin e fondeve dhe nisjen e punimeve për ta kthyer këtë vizion në realitet.